Limi merr vendimin më të vështirë që nga momenti kur hyri në shtëpinë e Big Brother. Prej orësh, ai duket i shpërqendruar, i mbyllur në vetvete dhe larg energjisë që kishte më parë. Debatet, presioni, situatat e përsëritura dhe tensioni i vazhdueshëm duket se kanë lënë gjurmë të forta tek ai. Limi rri i ulur, me shikimin poshtë, pa folur shumë, sikur mendimet e tij janë diku tjetër. Me kalimin e kohës, bëhet e qartë se ai nuk ndihet më mirë në atë ambient. Ai shprehet hapur se nuk mund të vazhdojë më, se nuk është për Big Brother dhe se ky presion nuk është për të. Fjalët e tij janë të thjeshta, por të rënda, thotë se nuk e gjen më veten aty dhe se çdo ditë po i bëhet më e vështirë të qëndrojë. Vendimi i tij vjen pas shumë dilema dhe luftë të brendshme. Momentin kur Limi e bën të ditur largimin, Alba mbetet e shtangur. Ajo nuk e pret këtë vendim dhe fillimisht mendon se është thjesht një moment nervozizmi. Por kur e kupton se Limi është serioz, emocionet e saj shpërthejnë. Alba fillon të qaj pa u ndalur, me lot që i rrjedhin vazhdimisht, ndërsa përpiqet t'i flasë dhe ta bindë të mos largohet. Ajo i thotë se nuk mund ta imagjinojë shtëpinë pa të, se pavarësisht debateve dhe problemeve, ai ka qenë mbështetja e saj më e madhe aty brenda. Alba e ndjen largimin e Limit si një humbje të madhe personale. Zëri i saj dridhet, fjalët i ngatërohen dhe çdo përpjekje për të folur shoqërohet me lodh. Limi e dëgjon në heshtje. Edhe ai duket i prekur, por i vendosur. Ai i thot Albës se nuk po ikën për shkak të saj, por sepse nuk ndihet më mirë me veten. Ai shprehet se ky ambient nuk i bën mirë, se presioni i lojës dhe vëmendja e vazhdueshme e kanë lodhur dhe se nuk mund të vazhdojë të shtiret sikur është mirë kur nuk është. Ndërsa Limi përgatitet të largohet, Alba vazhdon të qajë. Ajo e ndjek me sy në çdo hap, duke shpresuar deri në fund se ai do të ndryshojë mendje. Banorët e tjerë qëndrojnë përreth në heshtje, të prekur nga situata. Askush nuk flet shumë, sepse momenti është i rënd dhe emocional. Kur vjen çasti i largimit, Alba shpërthen edhe më fort në lodh. Ajo mbetet vetëm, e ulur, me duart në fytyrë, ndërsa Limi del nga shtëpia. Zëri i saj dëgjohet teksa thotë se nuk e përballon dot këtë moment dhe se ndihet e thyer. Largimi i Limit lë një boshllëk të madh në shtëpi dhe veçanërisht në zemrën e Albës. Pas daljes së Limit, Alba vazhdon të qajë për një kohë të gjallë. Ajo flet me vete, përpiqet të kuptojë pse ndodhi gjithçka kaq papritur dhe pse situatat shkuan deri në këtë pikë. Dhimbja e saj është e dukshme dhe e vërtet, pa asnjë shtirje. Shtëpia e Big Brother ndryshon menjëherë pas largimit të Limit. Atmosfera bëhet më e rëndë, më e heshtur. Banorët flasin me zë të ulët, ndërsa Alba mbetet e mbyllur në dhimbjen e saj. Vendimi i Limit për t'u larguar shënon një moment të fortë dhe emocional, duke treguar se jo të gjithë mund ta përballojnë presionin e kësaj eksperience. Limi largohet me fjalët se nuk është për Big Brother dhe se duhet të zgjedhë. Pas largimit të Limit nga shtëpia e Big Brother, Alba mbetet e tronditur dhe e shkatëruar emocionalisht. Që nga momenti kur dera u mbyll pas tij, ajo duket sikur ka humbur orientimin. Qëndron e ulur për disa çaste, pa folur, me sytë e mbushur me lodh, ndërsa fytyra e saj tregon dhimbje të thellë. Shtëpia vazhdon ritmin e saj, por për Albën gjithçka duket sikur ka ndaluar. Me kalimin e minutave, Alba shpërthen në lodh. Ajo qan pa pushim dhe thotë se nuk e përballon dot mungesën e Limit. Zëri i saj është i dridhur dhe i mbushur me dëshpërim. Ajo shprehet hapur se nuk ka kuptim të qëndrojë më në Big Brother pa të, sepse për të, Limi ka qenë arsyeja kryesore pse ajo vazhdonte të luftonte çdo ditë aty brenda. Alba fillon të flasë me vete, duke kujtuar momentet që ka kaluar me Limin, debatet, pajtimet, afërsinë dhe gjithçka që i ka lidhur. Ajo thotë se pavarësisht gjithçkaje që kanë kaluar, ai ka qenë njeriu i saj më i afërt në shtëpi dhe se pa të ndihet bosh. Lotët nuk i ndalen dhe frymëmarrja e saj bëhet e rënduar. Banorët e tjerë përpiqen t'i afrohen, ta qetësojnë, t'i flasin, por Alba duket sikur nuk dëgjon askënd. Ajo tund kokën dhe përsërit se nuk mund të qëndrojë më. Ajo e thot qartë se Big Brother pa Limin nuk ka më asnjë kuptim për të. Çdo fjalë që thot është e mbushur me dhimbje dhe vendosmëri. Pas një kohe, Alba ngrihet dhe merr një vendim të prerë.
Ajo thotë se po largohet, se nuk mund të vazhdoj më lojën dhe se nuk është e fortë të rria aty duke e ditur që limi është jashtë. Vendimi i saj është emocional, por i vendosur. Ajo nuk lë hapësirë për dyshime. Momentet e përgatitjes për largim janë shumë të rënda. Alba ecën ngadalë nëpër shtëpi, duke parë ambientet ku ka kaluar ditë të tëra. Çdo cep i shtëpisë duket sikur i sjell kujtime. Ajo ndalet për pak, merr frymë thellë dhe syt I mbushen sërish me lodh. Emocionet e saj janë të forta dhe të pakontrollueshme. Kur vjen çasti I fundit, Alba u drejtohet banorëve me një zë të dobët. Ajo thotë se nuk e bën këtë për lojë, por sepse zemra e saj nuk e mban dot më. Ajo shprehet se nuk mund të rrijë pa limin dhe se zgjedh të largohet për ta ndjekur atë, sepse ndjenjat e saj janë më të forta se çdo lojë. Teksa Alba largohet nga shtëpia, lotët vazhdojnë t'i rrjedhin. Hapat e saj janë të rëndë dhe të ngadalshëm. Banorët mbeten në heshtje, disa të prekur, disa të habitur nga vendimi I saj. Atmosfera në shtëpi bëhet edhe më e rëndë, sepse largimi I saj vjen menjëherë pas atij të limit. Dera mbyllet pas Albës dhe shtëpia mbetet më bosh se kurrë. Prania e saj mungon menjëherë dhe gjithçka duket ndryshe. Largimi I Albës nuk është thjesht një dalje nga loja, por një moment I fortë emocional që tregon sa e rëndë mund të jetë kjo eksperiencë për disa banorë. Alba largohet duke thënë se nuk mund të qëndrojë pa limin në Big Brother dhe se zgjedh zemrën e saj mbi gjithçka tjetër. Ky moment mbetet një nga largimet më të ndjera, ku emocionet marrin përparësi dhe loja ndalet përballë ndjenjave njerëzore. Benita dhe Eliona përfshihen në një debat që ka qenë I pritur për një kohë të gjatë, duke u ndjerë tensionet e mëparshme dhe konkurrenca mes tyre. Gjithçka fillon kur ato vërejnë se Klodi ka treguar interes dhe afërsi ndaj të dyjave. Ky moment ndes ndjenjat dhe xhelozin, dhe biseda fillon të marrë një kthes të fortë. Tensioni rritet gradualisht dhe biseda kthehet në një përplasje të hapur emocionale. Benita, me një ton të prerë dhe të vendosur, I thot Elionës se nuk ka nevojë të luajë lojra dhe se zemra e Klodit është diçka që nuk mund ta marrë me forcë. Ajo I shpjegon se për të, ndjenjat janë të sinqerta dhe se nuk do të tolerojë manipulime apo lojra të vogla. Eliona, nga ana tjetër, nuk qëndron e qetë. Ajo e ndërpret dhe I thot se nuk do të dorëzohet, sepse ajo ka ndjenja për Klodin dhe nuk do të lejojë askënd tjetër të ndikojë tek ai. Debati fillon të bëhet më I ashpër. Fjalët e tyre janë të drejtpërdrejta dhe të forta, secila duke mbrojtur pozicionin e vet. Benita thot se është e drejtë e saj të ketë ndjenja dhe se nuk do të tërhiqet, ndërsa Eliona përgjigjet se zemra e saj është gjithashtu e përfshirë dhe se nuk ka ndërmend të largohet pa luftuar për atë që ndjen. Gjatë bisedës, banorët e tjerë vëzhgojnë me kuriozitet, sepse konflikti mes dy vajzave duket I ngarkuar emocionalisht dhe I papritur. Secila prej tyre përpiqet të tregojë se ndjenjat e saj janë të sinqerta dhe se meriton të fitojë zemrën e Klodit. Fjalët e tyre janë të ngarkuara me emocion dhe ndjenja, dhe çdo pasazh I debatit tregon se sa shumë dëshirojnë të jenë pranë tij. Benita përpiqet të mbajë qetësinë dhe përdor arsyetimin, duke thënë se nuk duhet të ketë luftë të panevojshme, por se gjithçka do të vendoset nga ndjenjat dhe veprimet e Klodit. Ajo thekson se nuk mund të imponojë dashurinë e tij, por se zemra e saj është e sinqertë dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Eliona nuk heq dorë dhe fillon të flasë më pasionuar, duke shprehur frikën se nëse nuk vepron, mund ta humbas mundës. Për të qenë pranë Klodit. Ajo thekson se ka investuar emocione dhe ndjenja të mëdha dhe se nuk mund të injorojë ato. Ndërsa flasin, tensioni rritet, por edhe emocionet bëhen më të dukshme. Biseda e tyre përshkallëzohet në një duel verbal, ku secila përpiqet të tregojë se është më e përputhshme dhe më e sinqertë me Klodin. Debati zgjat minuta të tëra, dhe ndërkohë që flasin, shikimet e tyre janë të forta dhe të vendosura. Çdo fjalë, çdo shikim dhe çdo gest tregon një dëshirë të fortë për të fituar zemrën e Klodit. Banorët e tjerë ndihen të përfshirë emocionalisht nga konflikti dhe disa prej tyre përpiqen ta qetësojnë situatën, por energjia mes Benitës dhe Elionës është shumë e fortë për të ndalur lehtë. Në disa momente, Benita qesh lehtë për të ulur tensionin, por sërish e mban vendosmërinë e saj. Eliona përgjigjet me të njëjtin intensitet, duke treguar se nuk do të dorëzohet. Ata të dy, duke parë këtë debat, ndihen të shtyrë nga emocionet dhe tensioni, duke bërë që situata të
Benita dhe Eliona përfshihen në një debat që ka qenë i pritur për një kohë të gjatë, duke u ndjerë tensionet e mëparshme dhe konkurrenca mes tyre. Gjithçka fillon kur ato vërejnë se Klodi ka treguar interes dhe afërsi ndaj të dyjave. Ky moment ndes ndjenjat dhe xhelozin, dhe biseda fillon të marrë një kthes të fortë. Tensioni rritet gradualisht dhe biseda kthehet në një përplasje të hapur emocionale. Benita, me një ton të prerë dhe të vendosur, i thot Elionës se nuk ka nevojë të luajë lojra dhe se zemra e Klodit është diçka që nuk mund ta marrë me forcë. Ajo i shpjegon se për të, ndjenjat janë të sinqerta dhe se nuk do të tolerojë manipulime apo lojra të vogla. Eliona, nga ana tjetër, nuk qëndron e qetë. Ajo e ndërpret dhe i thot se nuk do të dorëzohet, sepse ajo ka ndjenja për Klodin dhe nuk do të lejojë askënd tjetër të ndikojë tek ai. Debati fillon të bëhet më i ashpër. Fjalët e tyre janë të drejtpërdrejta dhe të forta, secila duke mbrojtur pozicionin e vet. Benita thot se është e drejtë e saj të ketë ndjenja dhe se nuk do të tërhiqet, ndërsa Eliona përgjigjet se zemra e saj është gjithashtu e përfshirë dhe se nuk ka ndërmend të largohet pa luftuar për atë që ndjen. Gjatë bisedës, banorët e tjerë vëzhgojnë me kuriozitet, sepse konflikti mes dy vajzave duket i ngarkuar emocionalisht dhe i papritur. Secila prej tyre përpiqet të tregojë se ndjenjat e saj janë të sinqerta dhe se meriton të fitojë zemrën e Klodit. Fjalët e tyre janë të ngarkuara me emocion dhe ndjenja, dhe çdo pasazh i debatit tregon se sa shumë dëshirojnë të jenë pranë tij. Benita përpiqet të mbajë qetësinë dhe përdor arsyetimin, duke thënë se nuk duhet të ketë luftë të panevojshme, por se gjithçka do të vendoset nga ndjenjat dhe veprimet e Klodit. Ajo thekson se nuk mund të imponojë dashurinë e tij, por se zemra e saj është e sinqertë dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Eliona nuk heq dorë dhe fillon të flasë më pasionuar, duke shprehur frikën se nëse nuk vepron, mund ta humbas mundës. Për të qenë pranë Klodit. Ajo thekson se ka investuar emocione dhe ndjenja të mëdha dhe se nuk mund t'i injorojë ato. Ndërsa flasin, tensioni rritet, por edhe